Lëvizja kombëtare shqiptare për liri e pavarësi, ku kanë kontribuar fshatra të ndryshëm të rrethit të Vlorës, kanë në themelet e saj edhe kontributet e banorëve të Vranishtit. Vranishti është një fshat i njohur me historinë në Labëri, i cili ka qenë një bazë e fuqishme i lëvizjeve patriotike dhe mbrojtjes së interesave mbarkombëtar. Në momentet më kulmore dhe vendimtare të historisë, ky fshat i Labërisë është gjendur në vijën e parë të përpjekjeve dhe sakrificave, siç janë mbështetja që ata i dhanë lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe pritjes vllazërore adhetare që i bën Abdyl Frashërit, pjesëmarrja në luftimet tek 5 puset e Janinës, lufta në Meçov, mikpritja dhe mbështetja që i bën Ismail Qemalit të fshat, por edhe krijimi i çetës patriotike në mbështetje të ngritjes së flamurit të Vlorë. Fatbardha Beda Duka, me profesion mësuese, e ka trashëguar dashurinë për arsimin nga babai dhe gjyshi i saj. Tri breza në mësuesi, e bia e Xhemil Veli Dukës, mësuesit të dalluar të fshatit e njëkohësisht Mbesa e Velia Dem Dukës, mësuesit të parë të fshatit të Vranishtit. Veli Duka, gjyshi i saj, ka qenë mik i ngushtë me Ismail Qemalin, e në banesën ku babai Fatbardhës, por edhe kur shëritur ajo vetë, është mikpritur plaku i urtë që shpalli pavarësinë. Fatbardha Beda Duka tregon ekskluzivisht për emisionin Ç'thot thot fshati, këtë moment historik për Vranishtin dhe familjen e saj. Sipas Fatbardhës, Ismail Qemali, kur ka vizituar shtëpinë e mësuesit të parë të fshatit, tatin e saj, e ka mbajtur në prerë e i ka dhuruar 2 abetare. Kjo dhuratë e veçantë shtyu edhe babain e saj të vazhdonte të njëjtin profesion, atë të mësuesit, e mbi të gjitha dashurinë për arsimin t'ia trashëgonte edhe të bijes së tij. Fatbardha nuk haron të mos përmend asnjë pjesë të figurave të shuara që ky fshat ka nxjerr, e mbi të gjitha një pjesë të historisë ndritur të tij. Unë jam Fatbardha Beda, Fatbardha Duka nga origjina. Jam e bia e mësuesit të merituar Xhemil Veli Duka, që në breza kujtohet. Dhe kemi një plakat. Kemi një plakat, jam pranë plakatës së shtëpisë time, ku gjyshi im Veli Adem Duka ish shok me Ismail Qemalin, njohur në Turqi, dhe Ismail Qemali ka bërë vizit në shtëpinë tonë 2 herë. 2 herë. Dhe babai im, në atë kohë që ka ardhur Ismail Qemali, ishte 8 vjeç. Ky Ismail Qemali e ka marrë në prerë dhe i ka thënë të bëhesh, i ka dhuruar 2 libra dhe i ka thënë 2 abetaret e kohës dhe i ka thënë që të përhapësh gjuhën shqipe. Babai i mori ato, kaluan vitet, njohu vetveten dhe në moshën 20 vjeç mori pjesë në luftën e Vlorës me armë në dorë, njëkohësisht u bë dhe mësues, ku ka hapur shumë shkolla në gjithë rrethin e Vlorës. Ka qenë në Gjormë, në Kropisht, në Nart, në shumë fshatra që ndoshta në Bolen, e kupton. Të pyes. Urdhë. Do vakita keni sërish abetaren në shtëpi, keni trashëguar atë të cilën dhuroi? Shumë paraardhës të mit i kanë dorëzuar personave që ja kanë kërkuar, nuk e di mua aty, e kupton, dhe nuk e di se ku mund të gjendet. Si njose e mirë e historisë? Po. Pse shihoj ky fshat? Po flas në histori. Po. Ky fshat para luftës së dytë botërore, gjithmonë e ka përkrahur çdo lëvizje për parimtare të kohës dhe kanë nxjerr figura të shquara. Për shembull, Salim Murati, heroi i popullit. Në sajt të tij, e kupton, ka lënë histori të veçantë për trimërinë e tij dhe në vazhdimsi Mama Saliu, djali i tij, shërbeu në 2 epoka, luftëtari i lirisë dhe përhapës i teres në fshat. Pra një fshat i cili
Ka qenë gjithmonë mburoj Gjithmonë dhe mburoj. para prirë le të themi në luftën për liri dhe pavarësi. Po, Duke sakrifikuar dhe bitë e tij. patjetër. Bitë e tij. Fshati ynë ka shumë dëshmorë që nga dhe heroj, Hysen Qinon, Shaban Seferin, Lazer Seferi, Malik Ahmeti, Skëndaj, Arshi Majko dhe shumë të tjerë. Që unë Jeni si krenar mbaj për mend. fshatin, besoj. Jemi shumë krenar për këtë fshat dhe kjo histori e veçantë në tërheq edhe neve, e kupton që jetojmë në qytet, po me thënë drejtën unë shpirtin këtu e kam. Nga kujtimet, nga gjithë to që thash, në përmbledhje, të çdo situate se kam shërbyer dhe si mësuese 3 vjet unë këtu, mbasi mbarova shkollën. Pastaj shkova në Shkodër. A e ke trashëguar profesionin? Po e kam trashëguar profesionin e babait. Kisha amanet që duhet mbëshë mësuese apo thjesht u frymëzove nga babai juaj? Patjetër që duheshte ecja në gjurmët e babait dhe edhe kushtet u krijuan, atëherë e kupton primare ishte shkolla në brezat tonë. Ishte shkolla. E më doli bursa vajta në Vlorë. Besoj shumë brezave ja u ke trashëguar të historisë të fshatit. Patjetër. Në kuadër të kësaj që biseduam së bashku të Po. historisë, e sheh ta afërt rinin apo ta afruar me historinë, fshatin, kulturën dhe nëse ke një mesazh apo thirrje që ju a drejton? Unë kam respekt dhe për fëmijët tanë, për rinin, e kupton? Sidomos për rinin e Vranishtit, më pëlqen në çdo event që grumbullohemi, janë të parët që marrin pjesë, ecin në traditat e prindërve të tyre dhe janë patriotë. Kjo është një kënaqësi për mua që gjithmonë e kaloj në vetvete dhe them është merit e prindërve që kanë trashëguar kujtimet e tyre dhe nuk e harroj fshatin nga do që të vjen. Një mesazh për ata? Çfarë thirrje do u bësh? Një thirrje do bëj që në çdo situatë që mund të kalojnë, fshatin të kthehen në fshat. Të japin jetë fshatit, se s'ka si fshati. Krahas një fshati historik, Vranishti është një djep i kulturës, traditës dhe mikpritjes së labërisë. Por mbi të gjitha ky fshat mbetet një ndër më të mrekullueshmit, edhe për sa i përket natyrës, bukurive natyrore që ofron në çdo stim. Ajri i pastër, klima e favorshme për jetesë, ndërthurja e relievit malor dhe fushor në një panoramë të vetme, janë gjërat të cilat e dallojnë Vranishtin sipas banorëve nga shumë fshatra të tjerë të labërisë. Pikërisht këto pasuri të ralla janë faktori kryesor përse shumë banor kthehen çdo javë në Vranisht, duke bërë një jetesë mes fshatit dhe qytetit të Vlorës. Për këta banor Vranishti është i pasvendësueshëm, duke vlerësuar si vendlindjen e tyre, të cilën nuk e ndërojnë me asgjë tjetër. Sipas banorëve, për këto cilësi, ky fshat është kthyer në të preferuarin edhe të shumë shtetasve të huaj që e duan Vranishtin. Si është jetesa në fshat? Jeta në fshat është për këto kuçe që janë krijuar tani me rrugën, me të gjithë këto është vërtet një mrekulli. Ku jetoni juve? Unë jetoj në Vlorë, po në çdo javë jam në fshat. Se kam shtëpi këtu, këto janë shtëpitë e mia të gjitha. Kam shtëpi edhe çdo javë në Vranisht. Nuk ka i dallim tash urrin u ftohet Vlora nga Vranishti. Se bëjnë jo për komplimenta, e kupton? Po çfarë të ofron Ta bëra- Vranishti sot? Urdhë? Çfarë të ofron Vranishti sot edhe ndryshe nga Vranishti të ofron një herë një klimë që është e rrallë. Ka një ujë që nuk e ka në asnjë vend. Gjitha gjërat janë, domethënë çdo gjë është bio, me të gjitha ata që mban blektori, merr qumshin aty, merr vezën, me gjitha i këtë gjitha gjërat. Është një relief, ka një relief të veçantë, jo për një burrën vete, po Vranishti ka një relief nuk e rason as një fshat e vërteta. Pse? Çfarë? I ka falë në malin, në fund malit del uji, del burimi që marrë uji gjithë fshati. Është gjë e rrallë, se shumica e marrëm nga lumi me pompë e nxjerrën, kurse ne kemi këtë. Dhe meritoni ma mërmëndja edhe këtë rrugë që bë, lavdi atyre që kanë kontribuar, kush e ka bërë, na kanë bërë një mrekulli. Është e vërtet, kisha callë sallar këtu kur vun këto, juve tash i tha mos thoni më, tha që jemi fshat. Vërtet Vranishti nuk ka dallim tash. Për ne është një mrekulli kjo që u bë si vjet. Po ti nuk Me je ndriçimin, banor i Vlorës që vjen në
Vranisht? Jo, vjen shumë. Jetë të kalosh jetën në Vranisht? Vjen, pa tjetër. Unë as bet laf ajo punë që... Ka shumë të tjerë. Ka shumë të tjerë, këtu vjen rrinë të tjerë. Behari sidomos për klimën, për malin, për... Pa ne që kemi lindur këtu, kam kaluar komunade këtu, as bet laf që unë kam nostalgji për fshatin. Unë jetoj dhe në Itali. Jetoj dhe këtu për para këti vëndi. Nuk e ndryshoj. Kamerave më tregove që ka të historinë e ati italiani. Italiani ka ardhur me pushime vlorë. Kam marrë me qira një nga shtëpitë e mia edhe do të vinte një ditë kampanja tu, do të vinte uta, hajdi thashu. Ku është qa emri, Vranisht me zjegu diti, erdi këtu. La makinën këtu edhe ku e ke shtëpinë ai thashu, mrekulli tha. Dëgjoj tha, është moshatar, mosha ime, gati. Tha, unë nuk e kam për natyrë të bëj komplimenta tha. Po bela kampanja tha. Fshati juaj tha që ka vërtet fshat mrekulli tha. Pëlqeu mali tha që këtu ke mal tha, zbret fush tha. Është gjë e rrallë tha, se ka fshatar për shembull të tregoj për tërbash me apo atje fshat është fshati thashu, fshat atje. Ma merr mendja s'kan këtë shtrirje tha. Edhe vërtet është mrekulli. Jeni krenar për të... Kam dëshirë të madhe tha që të vide unë ditë mal, po e ha do të malin i thashu vemi ditë bashku unë vete, i thash për vete. Do të dalin ditë. Jeni krenar për këtë natyrë? Shumë krenar për Ka këtë. ndikuar natyra në zhvillimin e fshatit? As bet laf. Natyra është, për ne është thashu ka i ke një të jetë zakonshme se ka njeri. Mbaron mali, fillon fush gjithë shtrirje e fshatit, ka bërë natyra dhe ujtë atje. Esh punë në Itali? Apo ndave më një Unë, jo, unë vetë në Itali, se unë vetë me pushime kështu 1 muaj, 2 muaj, ka që të kthehem vi këtu. Vetë, se kam fëmijët atje. Edhe fëmijët e mi, edhe pse jetojnë në Itali, fëmijët e kësaj kunatës, e kanë shpirtin këtu. Po edhe një gjë. Italina Vranisht. Si? Vranisht. Ku ka Vranisht? Unë kam lind, jam rrit, jam unë ashi 10-15 vjetë kam vlorë qara. Po vino një moment që talësh dhe Vlorën dhe Italinë. As bet laf. Për mua me gruan as bet laf. Po fëmijët mendojnë si ty. Duan kanë shumë dashuri, se ata kanë nga 30 vjetë atje, kupton? Edhe vjen puna, thot ne, për italianët ne jemi të huaj, thot. Sa do që kemi të gjitha ato, po ne jemi të huaj, këtu më thonë fëmijët. Vinë atje, këtu e kanë shpirti kur vinë këtu. Ikin dhe në malë, dalën një ditë malë të gjitha atje. Bëjnë nga një ceremoni se që kanë ata të brasën poshtë. Edhe plazh pastaj ikin në Borsh, këtu se gjusmore. Kemi dhe plazhin e Lumit pastaj ku kemi vende këtu ata pastaj. Krahas historisë dhe bukurive natyrore, natyrës së virgjur që ofron, zhvillim fshatit i ka dhënë edhe rruga e rehabilituar, një segment rrugor i ndryshëm totalisht nga më parë. Ky investim sipas banorëve të zonës ishte jetik për fshatin. Rruga nga qendra e Vranishtit deri në daljen në rrugën e Lumit të Vlorës është asfaltuar totalisht, duke sjellë në fshat zhvillim. Banorët thonë se është një investim i vonuar në kohë, që duhet ishte bërë shumë kohë më parë, pasi ka lehtësuar lëvizjen e banorëve të zonës. Një segment që ndër vite nuk ishte parë asnjë investim, i kthyer në gangren për 10 familje të fshatit. Më parë kjo rrugë sipas banorëve përshkohej për 45 minuta, ndërsa tashmë bëhet për 5 minuta, duke bërë që fshati të jetë më afër me Himarën, por edhe me Vlorën. Në këtë segment, sipas banorëve të zonës, do të vendoset në funksion shumë shpejt edhe ndriçimi rrugor, duke i dhënë një tjetër pamje. Lësim shumë është bërë për rrugën e i faleminderit të qeverisë, Partisë Socialiste, qeverisë, kryeministit Edi Rama, që e bëri se nuk asnjëherë nuk s'është bërë, s'është punuar për këtë rrugët tona, s'është punuar. Në çdo kanë qenë qeveri, të majta djatha, çdo kanë qenë, po s'kanë bërë asgjë. Faleminderit. Si ka qenë situata më parë në Vranisht? Më parë, po mirë, rrugës për shembull. Po mirë ka qenë edhe, ja, që kanë bërë, po të tillë punë nuk s'është bërë, e tilla punë që u bërë. Po investimi i rrugës, mendon se është realizuar siç duhet? Investimi nuk e di unë investimi, ma se dhe nuk është realizuar, po është bërë punë. Punë është bërë. Ashtë ka dhe... Në syrin tënd për shembull, çfarë shkon dhe çfarë nuk shkon? Ashtë shkon që është bërë, që u bërë njerë. Pa, maksimum puna, në punë edhe ka.
Tani është vendosur, ose më saktë do vendoset edhe ndriçimi, diçka shtesë për rrugën. E ndriçimin, e ka filluar në ndriçimin, po akoma nuk ka përfunduar. Akoma ja ka ngulur ato shtyllat, s'ka përfunduar akoma ndriçimi. Rruga më parë ishte një gangrenë e vërtet për fshatin, gjithë gropa dhe amortizuar. Gjithë gropa, gjithë çfarë ka qenë lema nga se si. Po, sa kohë të duhej për shkak më parë të veje nga këtu ku jemi deri në dalje të fshatit, te rruga e Lumit. Te rruga e Lumit. Po. Tërë qerekore donte. 45 minuta. 45 minuta dalje poshtë. Tani shkon për 5 minuta. Për 5 minuta, kaq shumë ju kanë ndihmuar. Po. Mund të themi që rruga është faktor edhe që banorët mund të kthehen, se ka një kusht më të mirë jetese sot. Po. Edhe mund të kthehen sepse rruga është që gjithçka e mund të se fshati ynë në fakt është fshat Vraniç, është fshat mirë me po s'ka pa rruga tani u bë. Edhe ku shkojnë më shpesh banorët e Vraniçit, drejt Florës apo drejt Himarës? Një lloj e kanë, edhe Himarën edhe Vlorën, që e lidhur e këtej edhe andej gjitha një lloj. Aq bën 40 minuta bën deri në Vlorë, 35-40 minuta, aq bën deri në Himarë. Është lidhur rruga me dy anët. Edhe kjo rruga e Lumit të Vlorës, Vlorë Himar ju ka dhënë një shtys tjetër. Po, edhe kjo po. Si e parashikon të ardhmen, do të ketë të tjera investime? Po do ketë, duhet ketë. Për mua duhet ketë, se derisa bërë rruga duhet ketë, se këtu fundit do ketë, edhe turista do të vinë, sepse edhe me detin jemi li këtej, edhe me turista, edhe do vinë. Kanë ardhur deri tani? Keni parë gjatë vitit? Po vinë, edhe turista vinë. Çfarë janë kryesisht? Francez, anglez, italian. Kjo gjë besoj jap një zhvillim tjetër fshat. Po. Ka shpresë për më. Shpresë, po, patjetër. Rruga është që e lidhë edhe do. Segmenti rrugor që është rehabilituar ka bërë që në Vraniç të hapen edhe biznese të reja. Biznese këto kryesisht bar kafe apo edhe restorante. Restorante tradicionale që sipas banorëve të zonës kanë tërhequr vëmendjen e pushuesve vendas, por edhe turistëve të huaj, duke u bërë një shtys për të sjellë më tepër vizitorë në fshat. Banorët tregojnë se jo vetëm në restorante, por edhe në gatimet e zonjave të Vraniçit mbizotron shija. Atë shije që ata tregojnë se vështirë se mund ta gjesh në çdo vend tjetër. Mishi në hell, arapashi, byreku me spinaq, lakra dhe patate në prush. Revania në prush janë disa prej gatimeve më të spikatura të gatuara me dashuri nga gratë vraniçote, të cilat mezi presin që të kthehen fëmijët nga emigrimi e tu gatuajnë atyre, gatime që i mësuan nga nënat e tyre. Ndërkohë që sipas zonjave të Vraniçit, ky fshat është kthyer në një pikë reference për fëmijët e tyre, të cilët kur kthehen nga emigrimi, qëndrojnë në shtëpitë ku u lindën e u rritën. Por për shkak të rrugës së rehabilituar edhe asaj të Lumit të Vlorës, shkojnë me pushime në Borsh e Qeparo, për të mbledhur të gjithë së bashku në shtëpitë përgjatë mbrëmjes. Jeta në Vraniç e para, unë jam bi, lindur, rritur dhe bi dhe nuse në Vraniç. Burri im ka ikë një moshë të re, jam me 3 fëmijë të mrekullueshëm të edukuar në Kurbet. Edhe unë me dokumenta më ka bërë djali në Itali, shkoj dimrit, dhe beharit nuk kam bes që të vinë në shtëpi këtu. Me zi pres, sepse kemi lind fëmijët, kemi punuar, kemi vuar, shtëpia është e dhëmshur, edhe fëmija mi duan shumë. Po pse me zi pres? Çfarë ofron? Po me zi pres se mosha jone jemi rreth 70, kemi dalë në pension. Edhe duam ta shijojmë, ta gëzojmë këtu, na vinë fëmija dhe rruga që u bë është një merit madhe e Diramës, sepse na kanë lënë pas dore si zonë, nuk ka punuar njeri për këtë zonë. Kjo rruga ishte investimi vetëm? Kjo, do me thënë, i ka dhënë një zhvillim fshatit, që harrin dhe dalëm gjiro dhe na që s'dilnim, deri te lokali Guri,
dhe kthehemi, bëjmë ecje. E vonuar si. Po, e vonuar që do ishte bërë më shpejt. Megjithatë, i erdhi koha, bravo, është merita e Edi Ramës, e the me plot gojën dhe me plot bindje. Çfarë gjen sot në Vranisht? Dhe në Vranisht, Në Vlorë apo në Itali? dhe në Vranisht këtu ka, kjo rruga i dha një zhvillim të madh. Këtu lokalet kanë marrë një fuqi, bëjnë mishin e zonës, arapashin, byrekun në Prush, tradita e zonës tonë zhvillohet dhe vinë edhe turista që hanë, vinë edhe fshatar, edhe nga Vlora, edhe nga Tirana dhe hanë drek dhe ikin lahen në Borsh Qeparo. Djali im me pushime, vjen me gjithë grua, me gjithë familje, vete lahet në Qeparo dhe kthehet në shtëpinë e tij ku ka lindur, e bën gjumin. Ka dhe ato Kjo, portret bio. bio, ja zjarri. Dhe o gjaku si që ta shikosh dhe brenda, do me thonë, ndije një kënaqësi dhe fëmia. Çfarë përgatisi më tepër zonjat? Janë aty te mishi pjekur, Te mishi pjekur, arapashi, byreku në Prush, revania në Prush, jo me korrent, se kemi dhe sopa me korrent, po Prushi e bën edhe më të shishme edhe më të mirë. Këto janë të zonës tonë. Byre kryesisht me Po, lakra. me spinaq, me lakra, me patate, si e duan. Bërdzollat në Prush. Do i gatim ndryshe nga fshatat? Po, ne kemi këtë tradit kemi. Vinë fëmia, kënaqen, gëzojnë dhe fëmia që ndes zjarrin unë, se ku shohën atje në Trento. Pallat mbyllur. Ndryshe, këtu, Këtu kënaqen, shikojnë edhe zjarrin edhe të gjitha. Dhe turist, po, dhe turist. Ka filluar një zhvillim i papar. Çfarë kërkojnë ta hanë, të konsumojnë? Po si pas zonës këtu, erdhi ky kunati me ato, si tha, Italianin, ishin një qift, mos ata, vajtën hëngrën drekën të lokali Gurit, janë kënaq jashtë mase dhe i thanë do vim prapë për një javë dhe do marrë një mish ky kunati, po e duan në Prush, në kështu. Pjeku, nuk e duan në hell. Gatim shtëpie. Edhe ne kemi marrë masa, do marrë mishin, Prushin e kemi, do i kënaqë. Kush është më i tërhequr mishi i zonës? Çfarë është? Po mish e legu, mish keci i zonës. Ka shije se rritet në mal. Kanë shije. Edhe preferojnë njerëzit. Kështu që jemi të kënaqur me zhvillimin e rrugës, do na shtrojnë dhe këtë rrugën se ka bashkia, investimi që u fol, kush ka ngel në Vranisht rrugët, do me thonë brenda në fshatit, do investojnë që të shtrohen. Të shtrohen. Patjetër. Ja vlen Vranishti. Është fshat, do me thonë, i shtruar dhe pa rrugë dhe makina na vjen brenda, dhe pa ardhur rruga na vinte makina. Sado që ishte rrugë me gur. Pra, e ka krijuar po shumë mirë. Me drita na kanë dhënë drita, ja drita tu kënaqem atë dërbar, pse do rrinë në errësirë. Rrinë në errësirë. Ja dritat. Na, do me thonë, mos i ditë. Dritë. Në Itali me sa duket nuk do shkosh më. Dua. Nuk dua, po kam mallin e fëmijëve, se i kam rrit dhe vetë, kam duajnë 7 vjet, pastaj vi kështu. Fëmija, vinë për një plazh, s'kan bes kur do vemi në mare, duan detin, po, dhe fshatin. Po. Tani më një mesazh për fëmijët. Mesazh për fëmijët, nëna i do shumë që babaj dhe mamaj e tyre do marrën leje dhe ata do vemi dhe nona thonë. Zhvillimi që ka pësuar fshati pas rehabilitimit të rrugës është i prekshëm edhe nga emigrantët, të cilët janë kthyer në Vranisht shumë vite pasi u larguan për të investuar, për të krijuar pjesën e mbetur të jetës së tyre në fshat. Në Vranisht po ndërtohen njëkohësisht shtëpitë e 2 vëllezërve shqiptar, të emigruar prej shumë vitesh në vendet europiane, e më pas në Kanada, ku edhe kanë marrë në shtetësim. Megjithëse në Kanada janë edhe administratorë të disa njësive biznesi, kanë zgjedhur që një pjesë të kursimeve të jetës së tyre të investojnë pikërisht në Vranisht, aty ku edhe vetë tregojnë se do të ndërtojnë shtëpitë për të jetuar së bashku me bashkëshortet, por edhe për të krijuar një stres të ngrohtë fëmijëve të tyre, që deri më tani jetën e mendonin në emigrim. E pavarësisht zhvillimit, fshati sipas tyre ende ka nevojë për përmirësime, duke cekur problemin e ujit të pishëm, si dhe furnizimin me energji elektrike i cili duhet të zgjidhet. Nëse edhe këto probleme zgjidhen e me ardhjen e rrugës, emigranti thotë se Vranishti do të jetë shtëpia e shumë të tjerëve që jetën e kanë jashtë vendit. Pse jo, edhe një mundësi e mirë investimi për të huajt. Ku jeton?
Unë jam në shtetas, jam shqiptar komësia, në shtetas jam edhe në shtetas evropiane edhe në shtetas kanadez. Kanadez, pra. Po. Nga Kanadaja, tash Kam- përsërish në Vranisht. Po, Pse? sepse është vendi më i bukur në botë, më i ëmbël në botë, është Balta, ku shikoj ëndrat për natë. Ke zgjedhur që të investosh në Vranisht, në fshatin tënd. Po, nuk ka kuptim asë një vend të investosh në rast se nuk investon tek vendi jot. Çfarë shpresë ke parë? Cila ka qenë ajo, le të themi, shtysje? Shiko, zhvillimet duken janë të prekshme, jo të bollshme, po janë të prekshme. Para 10 vitesh ishim me gjithmonë një ferri vërtet, por me këto investimet që bashkia përfundimisht bëri, gjërat kanë ndryshuar katësipërisht, jo aty ku duhet, por gjërat e mira bën ngadalë. Ka nevojë ende për mirësi. Po, patjetër. Shtëpinë që po e bën, do jetosh Vranisht apo do ta kesh Po, jetën midis? jo, do të jetojmë në Vranisht. Do të jetosh. Po. Do të kesh me familje. Do këthe me nusen, çunat i kam aty, çunat sa të vinë, sa duan të vinë, të kenë në shtëpinë e babës. Po çfarë gjën sot në këtë fshat? Përveç se dashurisë për tokën që ke lindur, sigurisht. Të gjithë njerëzit janë mrekullueshëm. Pa përjashtim. Ndron dhe një muhabet, kemë këtë flet. Flas pa pik kompleksi. Janë vetvetja. Si është jetesa këtu në Kanada? Jetesa këtu është le mo zot rroj thoni fjale, po të ishin dhe ca gjëra të tjera do ishte shumë mirë. Në shtëpi çfarë duhet përmirësuar? Ose çfarë sugjeron më tepër? Ujë pishëm, dritat, interneti. Këto janë, mendoj se ashtu. Më thelbësore. Më thelbësore, po. Infrastruktura, rruga ka ardhur këtu. Këto të tjerat janë, po nuk janë atë nivelin e duhur. Ne ujë kemi plot, edhe gjynat mos të kemi ujë 24 orë, derë më derë. Pra, vetëm një thirrje që mund i bëni pushtetit është thjesht në radhë parë përmirësoj furnizimi me ujë të pishëm. Po, furnizimi me ujë të pishëm është i domosdoshëm. Shiko, unë përpara se filloja në investimin, para gjë që mendoja isha vetëm ujë. Në një kohë që të ankohesh në Vranisht për ujë të pishëm është shmenduri. Pra, burime plot. Po, unë bëra pusin këtu, kam shkuar 250 metra thellë, i cili më kushton rreth 20.000 euro. Tani 20.000 euro pse ti hedhësh aty kur ti e ke ujë nga Perëndia. Më kupton? Këto. Ka emigrantë të tjerë të cilët po kthehen Po, në fshat? po. Me sa ke parë? Po, jemi 4-5 veta, Që edhe po investojnë. po që i kanë jashtë biznese ashtu edhe po investojnë këtu. Po sjellin lek në Shqipëri, vendin tonë. Ke ndonjë ide me çfarë do të merresh në Vranisht kur të jetosh, kur ta jetesin këtu? Shiko, mundësira ka plot dhe këtu për të jetuar, kush do të punoj, por dhe shteti duhet të rrinë krah, të mbështes. Ke shpresë për më mirë? Po, besoj, jam i sigurt. Se duke ardhur eksperienca nga jashtë, njerëzit janë më të drejtë për drejtë e nuk përdorin veshin e majt ta kash me dorë djathtë. Sipas ligjit, po besoj se me afrimin drejt Bashkimit Evropian gjëra do janë më në rregull, po. Banorët të cilët çdo ditë jetës së tyre e kanë ndërtuar në Vranisht, tregojnë se merren kryesisht me bujqësi, por edhe blegtori. Dashurinë për fshatin e tregojnë duke punuar kryesisht baçet e shtëpive, e duke mbjell aty produkte të ndryshme. Vetë banorët thonë se kultivojnë kryesisht perime, por edhe fruta, ndërsa ata që kanë më shumë hektar tokë i kanë të mbjella me ullinj. Punojnë edhe në moshë pensioni në bujqësi, pasi pensionet e fshatit nuk mjaftojnë, e këto punë të përditshme bëjnë edhe për të mbështetur ekonominë familjare. Por jo vetëm kaq, pasi jo gjithçka lidhet me rritjen e çmimeve, por edhe me frikën se çfarë konsumojnë. Në baçet e tyre banorët tregojnë se kanë vetëm produkte bio, të cilat i rrisin me mundim, por në fund të ditës kanë siguri, duke ditur se çfarë do të konsumojnë, në ndryshim nga ato që blejnë në markete. Sigurisht që të keqardhur janë që nuk kanë më tepër fuqi, apo hektar të tokave bujqësore në pronësi për t'i mbjellë ato me misër apo grur, e në mënyrë që edhe bukën
ta bëjnë me mielin që prodhojnë vetë. Jetesa vranisht. Ç'tot fshati, ç'tot vranisht, si është? Po të qarë thotë, ti e shikon vetë, ja, ndryqimi u bë, rruga u bë. Vetëm da kojnë nashi, se s'ka që apin më. Vetëm da ma ja për lukën e nda kojnë. Ai që i Zoti do roj, do punoj. Toka da e ka dhënë, tëra e ka dhënë, që do bëjnë. Me se merreni ju personalisht? Unë jam pensionist. Pensionist. Kam dhe madhe 2 dhira, që edhe 2 pullat. Bëj dhe perimet vetë. Ja, këto janë, që këto kafshat e s'ka që tjetër. Këto janë. Kjo punë që bën, domethënë, e bën thjesht për të kaluar kohën, të vrarë çika atë monotoninë e jetës përditshme apo edhe për të bërë diçka? Jo, duhet të thënë realiteti që ti e shikon ashtu se çfarë bën, se po se më vajnë domate vetur, se blej dot 4.000, sa ka dashi 4.500 lekë kilo domate, se blen dot ti. Tjetër, sigurisht se ka. Se nuk kemi pse të gënjejmë ashtu të themi. Po që kushtet në fshat janë rritur, për shembull, rrugat janë bërë, dritat kanë ardhur. Një timet kemi vetëm te ujë, po të bashkon e 2 rezervuarët, këtë ujë fshati se kator, çfarë dua mëna? Qytet pas. Çfarë dua mëna? Çfarë kultivon, çfarë ke mbjell? Po ja shikoj ja. Qepët vet, ja hajde brenda ti shikoj. Qep tjera? Po patate, ha shikoj vet, s'ka nevojë. Patate gjithë. Patate, domate, I ke vetëm hudhra, ja, të tëra vet. I ke vetëm për konsum familjar. Vetëm familjar, aq, dy vete jemi na. Të del ndoshta për shitur diçka? Jo, sa për vete. Ama më them fillim çmime, po nuk është vetëm çmime, është edhe frika se do ta blesh një gjë në treg, po çfarë do hash? Ajo është tjetër arsye ajo. Për ato s'flas dot, unë nuk flas dot se çfarë shet tjetër, unë fsha për veten time ato që e bëja ha vetë edhe Jo, them, kjo frika nga çfarë do konsumosh, produkte e tjera, të ka bërë edhe që të merresh më me dashuri me këto tua që e di çfarë. Unë nuk merrem me llafe, unë di çfarë bëj vet. Këto di unë, nuk di. Si prodhon, çfarë janë? Janë bio, janë produkte. Po ja, shikoj vet. E bëj vet preshin, ato hudrën e ha vet. E mbjell domaten vet e ha vet. Është e mundimshme kjo punë? Ore, mundishme, po nëse po s'punove nuk... Po s'punove, të vjen gjërë më shtëpi. Ti pse ka dal nga shtëpia sot ti? Për punë, sigurisht. Vrje brënda, ti të vrënda, do t'jep njëri lek. Jo, tjetër që jo, po. Vetë ata të brigbatit, të ndonjë mërë, vetë ma 30 lek. Jo, sa kohë në dita kjo punë? Do më bujësia, nëse i qënë Jo, në fshat, po të kenë që kushet, ketë shtëpit e mira, edhe një maqinë, jeton. Me thënë, jeton. Jeton, me thënë që nuk dalësh lipsh. Po, pa tjetër. Po, të merr shumë kohë në ditë, e angazhohesh në bujësi shumë orë? Dëgja mua, si mbas qefit njeriut. Po të dashe, po do të hash, puno, po së që të hash, fli gjumë rrëja të jemë, lojnë batanie dhe rrëj. Rrëjnë batanie. Po me pensionet që keni, si vlerësan? Pensionet është e përgjishme, nuk është i kënaqur asnjë, s'ta shadi. Për pensionet kush është i kënaqur? Thua një njeri ti dal një që thoshtë është i kënaqur me pensionin. Se çfarë ja 200.000 lekë? 200.000 lekë, unë për shembull do paguaj drita, do paguaj ujin, do paguaj telefonin, do paguaj të tëra këto. Çfarë vetëm më? Të detyron kjo ndo pak që të merresh e çik me bujësi dhe blektorisë. Po jo, nuk diskutoj, pse do e mbjell vetëm po ti blej të saktë atje në lor. Po të kem unë 1 milion lekë pension. Këto pensionet e fshatit janë dhe më të ulta se të qytetit. Shumë fare. Shumë fare. Sa vite punë e ka? 20 vjet punë. 20. Të ka ndodhur ndonjëherë që lekët e pensionit i hedhësh mbaçë, sensin të blesh bim të reja, perime. Ore, po me blerim nashi, vetëm plu ka vatur 8.000 lekë kuntali. Vetëm plu 8.000 lekë, qato. E dëmton kjo bujësin? E dëmton? Kush? Kjo fakti i rritjes së çmimeve në tërësi, plerave kimike. Jo. Po s'është vetëm për mua, është e përgjithshme, nuk. Po e dëmton. Nuk dalun të gjykoj dot. Jo, sigurisht ti thua çfarë vuan mbi shpinën tënde. Po unë si blej dot një kuntal, do blej një ashtu 10 kg sa për të hedhë çepe udhërës. Tokat i kam lënë shkret, nuk i punoj dot, se ka vatur punimi 20.000 lekë. Ke dhe toka tjera, sa hektar ke? Kam gati 1 hektar tokë. 1 hektar tokë. Çfarë dua? Kush e punoj? Shkreta, ndoshta me ndonjë shkret fare, ja ashtu janë. S'ke fuqi. Po s'ka, kush e? Çfarë mungon? Ekonomia, fuqia që po Qa mungon? Po. Ajo mungon. Paraja. Ajo, qa mungon? Po të kishe para, do i kultivoje, do i mbjellë? Po si do i mbjellë? Ke fuqi fizike? Po si s'ka mu? Si s'ka mu? Si s'ka? Çfarë do doje të bëje atë tokë? Çfarë do kishe mbjellë? Do mbjellë ja grujën, pse ta bleja mielin atje, dhe bëja vetë. Dhe bëja jo vetë. Pse do i blej? Ku e di u çfarë hetaj? Ka vetë,
Ti, qyshe ke më mirë, ta hash vetë me luka për të shkoj njëri? Po, Ajo, ja, kështu janë ndarë ato pura. Një kuqire për baçet e shtëpive të tyre janë edhe gratë e Vranishtit, të cilat, megjithëse jetën e tyre prej vitesh e kanë krijuar në Vlorë, kthehen çdo javë në fshat, duke qëndruar disa ditë aty, ku atë kohë në fshat ja dedikojnë shtëpisë, ja dedikojnë baçes. Aty ku kanë mbjellë perime të ndryshme, por edhe fruta për konsumin familjar. Një pjesë të prodhimit plot dashuri mezi presin t'ua dërgojnë fëmijëve që kanë emigrim. Sigurisht që për fëmijët, tregojnë se edhe ata kanë një dashuri të madhe për Vranishtin, por ndryshojnë shumë nga brezat e mëparshëm. Fëmijët, niprit e mbesat, e kanë krijuar tashmë jetën jashtë fshatit, disa në Vlorë, e shumica në emigrim. Zonjat vranishjote ndihen të keqardhura për faktin se atë dashuri për bujqësinë, prodhimet e baçes, nuk mund ta trashëgojnë tek fëmijët e tyre. Një tjetër bot kuptimi i brezit të ri, i cili sipas tyre nuk e sheh më veten si të parët në këto profesione apo angazhime. Gjithashtu mendojnë se pas shumë vitesh edhe shtëpitë që kanë lindur e janë rritur nuk do t'jenë më të njëjta si sot, pasi fëmijët kanë krijuar tashmë jetën e tyre në emigrim, duke rrezikuar që banesën e të parëve ta lënë të shkret. Ti je shtëpiake, po në Vranisht? Në Vranisht është shumë mirë, po shtëpiake është një çike lodhshme se do t'i mbash të tëra. Edhe baçën. Edhe baçat, ja, patatet atje, qepët, ka mund qef t'i mba, jo nga ekonomia, po se ne jetojmë te kalaja, ujtë ftohtë, kemi baça, kemi shtëpi, po edhe këto duhet t'i mirë mba, më shumë. Shiko për baçën, po shoh që e ke bërë model. Dje kemi ardhe i kemi mbjellur, Të gjitha. të gjitha dje. Çfarë ke mbjellur? Kështu që fasule, patate, domate, speca, qep, udhra, këto të fshatit. Këto që do të konsumosh vetë. Këto, po, me fëmijët. Po. Tani besoj shtysa kanë qenë fëmijët në kuptimin që po i mbjell këtu jap në një gjë dhe atyre. U jap fasule bëj shumë dhe u jap me vete, se janë bio, jo se s'ka se atje ka. Shko, duhet të pyes diçka vetë. Po. Ti ke këtë dashuri për baçën, për të mbjell ato Po, pak gjëra bre. e kam kënaqësi shumë. Përveç se dashurisë për ngrënë fëmijët, e kanë ata këtë dashurinë që ke dhe ti? Janë shumë të lidhur me fshatin edhe ata. Edhe me në Vlorë, te kalaja ti e di shumë mirë. Unë kam shumë respekt që u njoha nga afër, se unë ndjek në për rrjetet sociale dhe në televizor. Jam shumë e kënaqur që u njoha, po fëmijët e mi e kanë shpirtin këtu edhe në Vlorë. Punojnë të rinj si juve? Nuk punojnë, nuk punojnë të keqe motra, nuk punojnë. Rinë gjithë ditën në kafeneve dhe nuk punojnë, ofendohen të venë me dhënë, ofendohen të venë. Nuk e di. Ti do t'ja këshilloje që ta bëni? Po. Po s'punove kudo që t'jesh nuk jeton dot. Çfarë të sjell puna? Edhe kjo e baçës që bën ti çdo ditë. Mua më sjell lumturi. Nuk e di. Nuk është halli i ekonomisë, heq stresin, heq. Jam shumë e kënaqur. Merre me diçka timen. Po, ama ke dhe këtë sigurinë që di ç'a ha. Bio, gjëra të mira, bio. Ti the, kultivove nuk e trashëgon dot te fëmia. Se do apo zot jam tjetër lloj bote. Po. Kudo shkoj, fshati me gjithë të bukrat e ti, po themi një dekadë më vonë. S'ke faj, unë duke jetuar, kam 2 shtëpi, 2 kaçe në Vlorë dhe këtu them, miro Bedri sa jemi unë e ti, po më mbrapa ku do i baj këto. Ke frikë se do mbeten shtëpit baçja shkret. E them, ata nuk e di, ja do vinë një herë në vit që kanë një muaj pushim. A do vinë dot, Zdo jetë e njëta kjo dorë që ke vendos ti. Ato them. Alia, baçja që... Por moj grua më thot mua, sa jemi unë e ti mirë mbam, pasaj të binë qarë duan. Do doje ta shkoj shpinë kështu gjithmonë. E dua të lullëzuar, e dua. Gjithë jeta. Kënaqësia ime është që të mos heqin dorë fëmijët. Po si ishe, sot do heshin? Nuk e di, të madhin e kam 50 vjeç, ai thot, do vi më shumë, po tash jeni ju që u vini vërdall, thot. Mendon se në vitet e pensioni, se në pension, po. Shumë të rinj themi të vërtet nuk bëhet fjalë, do kthehen në fshat, do jetojnë në fshat. Këtu nuk e besoj, po në Vlorë po. Këtu.
Nuk e di. Këtu mund që është dhe më mirë se nga. Ti për shembull gjeta. Ku jem shumë? Gjeta. Lora apo Vranisht? Unë në të dy vendet jam mirë. Patjetër, po them ku tre zemra në fort. Këtu ku kam rritur fëmijët, u kam rënë atyre maleve për çaj, për igon, s'kam lënë pëllon pa ikur, bashkë me fëmijët edhe me burrin. Mungon ajo po? Kam qef shumë të dalë, po fuqia ka rarë, po vetë 70. E tenton në njerë dhe thot vesh I them, ikim, jo për qef, i them, unë ikim. Rri moj grua se do më mbetesh ato, në më thot. Nuk ka shumë besim. Ma mbyll me i mesazh për fëmijët, çfarë do kërkosh? Të gjithë të rije, u kërkoj të mos heqën dorë nga vendi tyre. U kërkoj. Këtë u kërkoj. Vranishti ashtu si çdo fshat tjetër është prekur sigurisht nga largimi i popullsisë, kryesisht asaj në moshë të re. Banorët e fshatit që jetojnë në Vranisht tregojnë se fshati njeh dy periudha emigrimi, ato të viteve 95-2000, kryesisht në drejtim të vendeve fshinje, si Italia apo Greqia, por edhe për gjatë viteve 2012-2016, në drejtim të vendeve më të largëta, europiane, si Gjermania, Franca apo edhe Anglia. Si rrjedhoj e largimit të popullsisë, në fshat banorët tregojnë se kanë mbetur tashmë vetëm mosha e tretë, kryesisht mbi 50 vjeç, të cilët nuk e lën fshatin për asnjë vend të botës. Mosha e re, sipas banorëve, është larguar për një jetë më të mirë, për të krijuar atë të ardhme e atë komoditet dhe ekonomi, të cilën në Vranisht nuk mund ta krijonin dot. Pikërisht në Vranisht, vendet e punës janë vetëm në bujqësi e blegtori, e mundësi tjetër nuk ka. Të rinjt sipas banorëve të mbetur aty, nuk e shohin veten në këto profesione apo angazhime, ndaj edhe largohen. Është një fenomen që vjet re edhe në vendet më të fuqishme europiane, teksa banorët shprehen besim plot që të rinjt e Vranishtit një ditë do të kthehen për të jetuar në fshat. Si është jeta në fshat sot? Çfarë të pëlqen dhe çfarë e ke merak që s'është bërë ende? Mosha ime ka kalu shumë breza, shumë dekada. Dhe çdo dekadë, ta marrëm si shumë, ka të vetat. A soli kështu. Për më mirë, ka probleme, ka. Po, se si me sa duket, po që shohim këto luftarve këto na ngatrojnë. Se këto ekonomike dhe mo 5 jartë në sakrifisa me kursime, me ndihmë njëri tjetrin, edhe shkojnë. Por Shkom në the ke kaluar shumë dekada, që do të thotë e mban mend fshati në dekada të ndryshme. Tani mendon se jemi në atë dekadë të parini, se nuk po shohim të rinj më në fshat. Po atë vetëm një ashtu i verbër mund ta thotë këtë që mund ta në sensi që ka rini as ka rini. Moj, po sigurisht që s'ka. Po ku janë larguar banorët e Vranishtit? Ku kanë shkuar? Unë jam në Golem Gjirokastrës. Po njësoj fshat. Njësoj sepse ti vjen me këtë fshat. Kam qenë dhe në Greqi 5 vjet. Në dekadën e 90. Majta dita bëra dhe 2 libra. Për ata. Dhe rinia jashtë ku dhe shon njëri tjetrin që stonon ai këtu dhe mirë tjetë kur është vetëm. Çfarë po janë larguar kryesisht në këto vende të afër, Greqi, Itali, apo tashmë kanë zgjedhur edhe. Po ka filluar. Po sigurisht kanë filluar. Po Vlora Blu. Kanë filluar si thon fjalës se vanë në Greqi në Itali vanë vrushëm. Ato dy ishin për neve shtigjet kryesore, shtegu kryesor, mundësia. Si thon fjalës sikur të krijon një mundësi edhe në qiell do kishim fluturuar. Ajo ishte faza e parë e emigracionit. Tani filluan të kthehen, filluan të kthehen, gjë e mirë. Ja që është këtu në fshat, janë një 2 djema këtu bëjnë. Cili është më i riu sot në fshat? Çfarë është mosha që mbi zotron më tepër?
është një diçka që duket, nuk do që ta studiosh e ta gjykosh. Nuk ka. S'ka të rinj. S'ka. Vizotron mosha e tretë apo jo? Patjetër, ja. Po çfarë i detyron të largohen? Çfarë mungon? Kështu që i detyron më pas të largohen. E para puna. Puna se ai nuk i kem për më mirë në kuptimin se është mirë dhe këtu po akoma më mirë. I kisë ka probleme. Ekonomia, e krijojnë dot ekonominë bazë për familje në fshat sot. Vështirë se është ka dy lloj fshatrash, po në kuptim po flasim këtu ku i ndodh. Janë fshatrat si ky fshat me zonë malore. Jo ka dhe më lartë, edhe fushore, ato fushoret e mirë qepën ai në 10 janar dhe në 10 shkurt e shet. Qepën e njëm. E prodhon 3 herë, ai kurse fshati këtu një herë me zje prodhon. Po mirë, kam një pyetje, nëse një çiftiri sot vjen dhe jeton vranisht, ja del dot? Jo. Ka ekonom, ka... Jo, pa një... Jo se të mund, po... është realitet, nuk ka... Pa një skena shkon, si e shpengon, bëjmë të bësh lustra kot. Po një njëri në fshat, me se mund të mere? Që edhe të fitoj diçka. Vështirë të rinë, nuk ke nga Levron, nuk ke nga... Qanë, nuk ka shtek, nuk ka ku, të ngullet, ku. Po mirë, kjo gjë, largimi i rinis, në thelbe dëmton fshati. E dëmton, që të thua, ne që bezion që kemi patur fshatin plot me të rije, plot me ato asvin më, po që mund të me këto investime të shkputura, të sondazhe kështu të shikosh njeriu, edhe brenda i të kthehen njerëzit, u ngjall një shpresë, u ngjall një gjë që të kthehen. Një motiv. Ti si mendon në të ardhmen, ku do shkojmë? Do kemi më shumë banor, cilët do të vinë në fshat, apo do të kemi më pak, se që jemi sot? Isha në Greqi dhe më mori një për të pastruar shtëpinë. I thomë unë, se kam parkë, se banoja në atë fshatë, se kam parkë të tha. I tha shumë, i djalim, tha. Po se kam parkë, në Gjermani, tha. Po që 64, 94. Tha, ju erdhe këtu, tha, ne kemi iku në Gjermani, tha, ati është e gjenë punë djalim. Kjo zinxhiri vazhdon. Do me shiko 2 shtete, ka 30 vjetë, 32 vjetë kjo gjarje, që më ka ngellu mua kështu. Tha që, ju erdhe këtu, tha, djalim ka edhe me tjerë, ikin në një tjetër, tha, për më mirë. Gjithmonë po thua do ikim për më mirë. Isha në një që bën baleta, në një ergostaso, një punëtori, që bën baletat, këto baletat. Po, fabrik, që bën baleta. Edhe, ai pronari kishte 2 tërfim, po kishte një vajzë të rritur. I thonë, ku vajza, ku bën kisharot? Është në Romani, tha. Ka marrë një fekër të këtu, tha, po nuk janë punë, ka vajto të mbroj një titull tjetër atjetër. Sigurisht, nuk është fenomen vetëm Shqipëri. Do të thënë janë gjëra që... Problemi qëndron që a e dëmton fshatin. Edhe ku do shkojmë në të ardhmen, këtë pyetje kisha të fundit. Është problem. Unë thomë se do ngelet. Unë thomë do ngelet rënja, do ngelet nxitja, do ngelet, se do vinë gradualisht, nuk e bëj fatale, jo kështu për morale, po vjen drejt, do vinë një infrastrukturë e vogël, më e banueshme se tani. Do t'japi zhvillim fshati e do këtë. Do filloj me gradualitet. Si shumë fshatra të tjerë në Labri, Vranishi është i pasur me burime ujore të shumta, por uji shkon për dëm. Banorët tregojnë se në fshat zgjidhja është gjetur me puse, sipas tyre për të shfrytzuar burimet ujore të fshatit. Bashkia Himar ka nisur pak vite më parë një investim për ndërtimin e ujësjellësit të fshatit. Një investim që sipas banorëve nuk është realizuar siç duhet. Linjat e ujit të pishëm janë shtrirë nëpër banesa, por ujësjellësi i ri nuk është lidhur. Banorët tregojnë se defekti është konstatuar në krijimin e depove të ujit.
Rezervuarët e ndërtuar janë në kapacitet më të vogël nga sa i nevojtat fshatit, e përpasoj Vranishti ende nuk ka ujë të pishëm. Ai ujë që vjen në banesat e tyre nuk është i mjaftueshëm, çka i detyron banorët e zonës të hapin puse të thella, puse të cilat kanë kushtuar miliona lek, vetëm për të patur një pikë ujë. Problemi i ujit pishëm. Se Këtë drejt. shumë banor thonë, Këtë drejt. ma përshkruaj. Ata bën një rezervuar të vogël. Lek pati që ta hidh me 100 mishe, këtë e vlorë të ashtë, se që 1 miliard e 600 milion lek shqiptare. Pra të ujësillës. Po, Kanë vjedhur sa ata e di. Te mëma s'kanë punuar. të depo. Në rëza ishte klomia atje ujt, të ka klomia atje del ujt, nuk punuan atje, vetëm sa shtronë tubot edhe tubot i ka mëndë mira, i ka futë thellë të jetë pont, nuk ka abuzime me hapje, po është e këtë që rezervuar do kështë bërë 15 metra më lartë a 20, e bëndë vogël 80 metrë kup, a ishte 250 i pari, 80 metrë kup. Këtu ja, Për shkak të rezervuarit. vetëm a i është. Edhe nuk e kanë mbledh ujë gjithë. Nuk e mbledh ujë, shoku. Të të pyes diçka. Po. Sot Vranishti ka ujë? Me orar, ja. Të kështë, ja ku e kam aty atë. Sa në çfarë orësh vjen uji? Vjen ujë, në ashti, pa ndërprerje, ka. Po, në behar, 2 orë mëngjes, 2 orë darkë vjen. Mirë, ky e konsumoni, e pini? E pinë, problemi që do se po të vjen sa atë, do ketë ujë. Nuk është se nuk ka. Po të vjen sa atë janë në çdo vend, po se kanë lidhur këta. Se janë punë votash, a punë partish, a punë e tyre që kanë. Unë jam si që janë dritat të vjet edhe sa atë e ujtë. Ju penalizon kjo mungesa? Po, shumë. Shumë penalizon, se shiko se shbojnë Vranisht ndërtime. Unë kam 2 djemë, po bëj shtëpit, edhe këtu t'i shikosh edhe këto. I kam Kanadat mit, hedhë në të bërë mundin e tyre, se rruga u bë, këtu e kanë shpresën do vinë pension, t'jetojmë shtëpit tyre. Ndërkohë që nëse përmirësohet dhe ujti, po thua që të tilla shtëpi do fillojnë të bëhen. Po, do bëhen, emigrant do bëjnë shtëpit gjithë. Edhe duhet hapë vinë e verdhë, dhe hapë bashkjat, hapë le ndërtimi, sepse nuk ka, unë e ka blerë 10.000 euro të bënd atje. Ishte me qejkat pronsek, ishte bërë themelet aj 10.000 euro. E bleva që bërë shtëpi djali. Po ishte me qejkat pronsie. Nëse do të kishe një thirrje që do t'i bëja për shembull bashkisë në kuadër. Qeveria të vërë dorë për ujin, sepse Vranisht kanë 160 familje banorë sot tu. Që janë banorë. Banor autoktonë, se ka qenë 300, ka qenë 350, 360 familje Vranisht, 1800 banorë. Po këto familje të gjitha furnizojnë? Po, gjitha me ujë. Me ujë. Të gjitha me ujë. Keni puse? Ka dhe puse? Unë kam hapë pusë, edhe këtu ka hapë djali edhe këtu. Ja të hapë pusë të shikosh. Ai ujë që vjen banes është i rubinetit, pra vjen nga linjat apo vjen? Nga linja. Unë kam hapë, djali ka hapë këtu, 18 milioni ka hapë pusi. 225 metra. Po puset, çfarë përdoren? Çfarë? Edhe për të pirë janë. Për pirë. Edhe ky ka hapë 200 metra, edhe hapë po të shikosh si hetë ujtë ai. Është ujë cilësor ai pusit? Cilësor, do i bëjmë analizë në Tiranë, po cilësor është. 250 metra thella, ai ku do vej. Ai edhe 10 metra s'ka më poshtë ujë. Po për vaditje, çfarë përdoren? Nuk përdoren. Vetëm ujë të pishëm, për vaditje bacha. S'ka ky ujë është. Po ndërkohë banorët paguajnë ujë të pishëm fatura apo vazhdon? Jo, nuk paguajnë tani. Jo, na e kanë lënë lishën përpara, kur ishte pa bërë ujësjellsi, kemi paguar 24.000 lekë në vit, tani e kanë hequr. Në vit? Në vit, atje kishin. Ore si që janë drita shok, kush shpezon, paguaj. Nëse do të vjej ujë, si çdo, po flasim, si çdo. Po ti ishi dakord paguani? Po. Si paguaj dritat. Unë shpezoj dhe tani bëj punim me fëmijët e 150.000 në vit. Në muaj kam paguar drita. Parat. Po ti je i gatshëm. E merr shërbimin, paguaj. Paguaj. Vranishti njihet për pjesën e gjerë në luftën kundër grekëve në vitin 1914, si dhe kundër pushtuesve italian në luftën e Vlorës në 1920, ku vetëm prej këtij fshati i jepet një listë prej 236 vullnetarësh. Por gjithashtu banorët e Vranishtit njihen në histori edhe për ndihmën në Kongresin e parë të Laborisë në 1924, mobilizimin pa rezerva në luftën antifashiste nacional shërimtare,
me krijimin e të gjitha strukturave qeverisëse në shërbim të luftës. Pikërisht në këtë luftë spikat çeta partizane e Salim Muratit, ku përgjatë luftës shënohen 63 dëshmorë, si dhe 2 heronj të popullit. Lufta e përgjakshme e nazistëve gjerman gjatë operacionit të Dimrit, në ato që quhet masakra e Vranishtit, gjatë dhjetorit të 1943-shit e shkurtit të 1944-s, është një pikë forte e vlimit të asaj lufte të pabarabartë, vetmohuese dhe heroike për fshatin, si dhe për mbar vendin. Vranishti është një fshat martir, e nuk është kursyer kurrë në histori për vendin ton, ku bi e bija të tij dhanë më shumë, ndaj edhe ky fshat sot meriton më shumë.